Allahu Akbar. Besimtarët muslimanë në të gjithë vendin falen namazin e Fitr Bajramit në xhamit kryesore, duke i dhënë fund 30 ditëve të agjërimit, lutjeve dhe sakrificave të muajit të Ramazanit. Nga Shkodra Zëvendës Muftiu Arben Halluni në mesazhin e tij u ndal të vlerat e familjes, duke kërkuar ruajtjen e saj nga shturja dhe devijimet. Fëmia ka nevojë për dashurinë e nanës dhe për forcën dhe mbështetjen e babës. Sot po shohim përpjekje që të ndryshohet kjo natyrë e familjes, që të zëvendësohen fjalët e bukura nanë dhe babë me shprehje të ftofta si prindër 1 dhe prindër 2. Por familja nuk është një formulë administrative. Familja është dashuri, sakrificë, edukim dhe identitet. Edhe në Lezhë, besimtarët u drejtuan drejt xhamive për të kryer ritualin e faljes. Në mesazhin e tij, Muftiu i Lezhës Sedetin Kotri theksoi se gëzimin e vërtetë të kësaj feste e përjetojnë ata besimtarë që kanë treguar për kushtim dhe sakrificë gjatë gjithë muajit Ramazanit përmes agjërimit dhe lutjeve. Edhe në Mat, xhamia e Burrelit ishte e mbushur me besimtarë që dëgjuan ligjëratën përkatëse para faljes së namazit. Allahu Akbar. Në Korç, qytetarët përcollën urimet e tyre për më shumë begati dhe agjërim të pranuar. Do të uroj të gjithë vëllezërve musliman, të gjithë ata që agjëruan, Allahu ja pranoftë, dhe të gjithë të tjerëve të kenë mirësi, shëndet e begatin familjet e tyre. Gëzuar dhe për shumë vjet Fitr Bajramin. Është përmbledhja e sakrificës 30 ditore të agjërimit të muajit Ramazanit. Gjithë bota në mbanë, gëzuar për shumë vite. Të gjithë ata besimtarë muslimanë që agjëruan gjatë muajit, Zoti t'ia shpërblet me tërë të mirat. Për herë të parë këtë vit në Durrës, besimtarët muslimanë për shkak të numrit të lartë e kryen ritualin e faljes edhe në sheshin Liria para bashkisë. Në Vlorë gjithashtu besimtarë të shumë nga qytetit dhe zonat përreth kanë falur namazin e Fitr Bajramit në ambientet e pallatit të sportit. Fieri, Berati, Gjirokastra e shumë qytete të tjera festuan gjithashtu Fitr Bajramin me ligjërata nga teologët si dhe ritualet e tjera fetare. Allahu Akbar. Kjo ditë e veçantë simbolizon mëshirën, faljen dhe solidaritetin njerëzor, ku besimtarët ndajnë lëmosh dhe kujdesen për ata në nevojë, në mënyrë që gëzimi i festës të jetë për të gjithë.